Pengesat nuk kanë mbaruar. Të hënën Shqipëria çel gjithë grup kapitujt e negociatave me Bashkimin Evropian në Bruksel, por kryeministri Edi Rama paralajmëron se puna vetëm sapo ka filluar. Asgjë pra nuk na ndal dhe kemi kapërcyer të gjitha pengesat që kishin të bënin me çeljen e të gjithë kapitujve. Tani duhet kapërcejmë të gjitha pengesat që kanë të bëjnë me mbylljen e kapitujve. Në podcastin e së dielës, Rama sqaroi se pjesa më e madhe e punës është në dorë të Shqipërisë. Nëse Tirana mbaron detyrat e veta, atëherë ai garantoi se edhe 27 vendet anëtare do të japin dritën jeshile. Edhe Zoti thot më ndihmo të ndihmoj. Në dorën tonë është një pjesë e madhe. Një pjesë tjetër që nuk është në dorën tonë është më e mundshme nëse çfarë në dorën tonë ne e bëjmë si duhet. 27 vendet jepin një okay, se nga 27 që do t'japin okay, aty pastaj pjesa më e madhe e vendet do na japi me një herë, pa diskutim. Ndonjë vend tjetër do ketë nevojë për më shumë argument, për më shumë bindje. Andra që është më syap. Është e sigurt që po e pe mund të arrihet. Një tjetër ngjarje të rëndësishme të javës, kryeministri përmendi mbledhjen e përbashkët qeveritare Shqipëri-Itali në Rom. Për Ramën, Meloni dhe Italia është avokatja kryesore e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Një ditë absolutisht e veçantë në të gjithë historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare të vendit tonë, në një Shqipëri dhe për një Shqipëri që sot gjendet në një stad si kur më parë për sa i përket dinjitetit dhe respektit ndërkombëtar. I pyetur nga Corriere della Sera për kampin e gjandrit, kryeministri Rama deklaroi se qendrat e emigrantëve do të vijojnë, por po pret mekanizmin evropian për mënyrën se si. Pakti i ri evropian për migracionin do të na tregojë se si do të evoluojnë këto qendra dhe grupi i vendeve të përfshira është i konsiderueshëm.